Në fakt, ju të dy nuk dukeni si një qift që keni perspektiv, po si një qift që pasi ka kaluar nga një 10 vjet me njëri tjetër, janë ata dëgjojmë Arbrin tani në lera. Arb. Eledion, nuk jam dakord me shumë gjëra edhe që thot Brikena, po për disa gjëra edhe që thot Monika. Pse? Tani, Mateo në këtë rast është si e ideali... Unë e di që ti s'ke pëlqim për Monikën, këtë e di. Jo, unë Monikën e du fort. Po ne jemi këtu për të nda ide. Monikën e du fort. Po, kemi dakord. Tani, ajo që po themi ne për këtë djalin, është që hyp në kalëset vrava, zbrit nga kalëset vrava. E këto? Tani, jo, ja një minu. Po gocat këshu janë. Jo, një minu. Tani, s'pare njërë, Brikena është 2 metra gocë. Arrin ta maj mitrolozin me i dorë. Me dash. Tani, rolin e viktimës unë nuk e pranoj dot për Brikenën, se nuk ma pranojnë as syt, as mendja. Po s'do ta pranoj Mateo, jo Brikena. Se ka pranuar Mateo. Tani, Mateo po dua ta vënë siklet. Ja vetëm që dali thelbi, se jam bojë çiki thell. Tani, Mateo, nëse do ishte afru më tepër se ç'duhet te Brikena, do isha unë i pari që do ta kisha kritiku, pse po i ze hapësirën një vajze e cila nuk ka pëlqim për ty. Tani, nga krau tjetër, mirë i thot, jo, pa ai është muskuloz, kishte raf dajën, thot ai, nga krau tjetër. Tani, po, tani, Mateo është në hall, se, që kur hyri, Brikena e priti me mitroloz. E shpëtoi 2 herë, e nxorri 1 herë. Tani, kur i afrohet, a di vetëm ju ndrydh qafa, duke e pa Brikenën, se gjatë gjithë kohës kur lëviz, e shef, po Brikena me kur rizë dhe nuk ka si e shef që ai po e shef. Tani, sa për djeni Brikena ka sy edhe mbrapa kokës, kështu që e shef mirë se kush po e shef. Tani, ka dhe gjë tjetër këtu. Për këto 2 reagimet e fundit që kishte thënë Brikena. Tani, edhe thu s'm pëlqe, edhe thu du të më lutet. Tani... Jo, veç i sekond. Unë thjesht kam thënë që se ky djalë vazhdon vazhdimisht me thonë, unë kam pëlqim, edhe unë nuk shoh i fjalë me ma thonë ditje, nuk ma thot i fjalë ditje. Po mirë, më fal. Jo, veç i sekond, unë kam thënë e herë këti, mos hajde kur më folë qëndro largë, sepse nuk ja kam thënë kur unë këto fjalë, a kupton? Unë thjesht e kam marrë distancën time, se unë kam qenë koherente me atë që kam thënë. Por nëse ky thot i herë kam pëlqim, okej, në rregull. Por nëse vazhdon me thonë kam pëlqim, mu mbi pikë pyetje dhe them si mundet me thonë kam pëlqim, kur herë ditë nuk thot një mëngjes, nuk po them. Të bëj një pyetje, të lutem. A nuk e kuptojnë që sjellja e Mateos është sjellja e një djali që disi ndërvete mbart edhe frikë? Pra, jo frikë nga ti, po frikë që ndoshta kjo është një mundësi e dytë që po i jepet, edhe ka hall mos bën e gabim se i ka shku rruga 2 herë kota ti më i motër te në Kosovë. Kupton? Dhe duke qenë se po i jepet mundësia, ketë afër një vajzë të cilën e pëlqen, edhe ti fort mirë, do me thënë nuk e ke pritë, se në fund ditës ai të shpëtoi, e kupton, ti shpërtheve që radhe parë, do me thënë, edhe ai është i friksuar se s'do me humb të mundësit dytë, e kupton, edhe ai të është afruar ty, nuk është se s'është afruar, po sa herë është afruar ka marrë refuzim. Tani, sa herë duhet më refuzu? Jo, atëherë nëse ka marrë refuzim, nëse i pranon fjalët e mia që kam thënë nuk kam pëlqim, atëherë le të dorëzohet. Mos vazhdon kam pëlqim dhe nuk thot as mirë mëngjes, a kupton? Kështu që nëse ai e kupton që unë kam thënë që kam pëlqim për të, nëse ai do me kuptu këtë gjë, nuk e vazhdon më me thon kam pëlqim, nëse ai do me vazhdu kam pëlqim, atëherë sjellë sikur se ke pëlqim, kaq. Të lutem, sepse kur thuaj që ky Vione ka këtë këmbanën kam pëlqim, ka qenë organike, nuk e ka stisa i atë, ai pjesë më të madhe të rasteve ka fol kur është pyet. Pra nuk e ka buçit ai atë. Pse do me angul aty sikur ai e ka marrë këtë edhe e sjell në përshpi. Ajo këtu ka, se ti kur e pyet, ai nxjerr sa herë pyetet nga Eledioni, ai nxjerr nga një gjë. Nuk është e vërtet. Ai është pyet 3 herë dhe 2 herë nuk ka folur, të lutem. Ka folur shumë pak. As i gjos kemi kuptu, as unë as ti, dhe herën e tretë kur është pyetur që ishin në dhoma të ndarë, ndau një detaj se i plasi shpirtin më çat bote. 3 herë që më pyesin këto më për jetën tem. Dakor, ti plas shpirtin, por ka dhe gjë tjetër. Ti nuk e fiton dot një vajzë si Brikena, po flasim, duke thënë që
Unë e pëlqej, po shkoj pra dhe i qik vërdal. Ka shku vërdal, Monika. Ja, më fare si ka shku vërdal. Tani, ka shku vërdal. Ja, shife. Unë jam me Monikën këtu. A do me thonë, orë nuk e di që a do me thonë, ndoni ju t'i shkoj. Ore, ajo i ka thënë gjëra troç të llojit, më pëlqejnë me sy boqell. Po pse nuk i thotë Krisit, i thot Krisit, më jep pa lente boqelli mua. Po, ti vën në sy. Opa, një kjo, e dyta thot në vend të haj proteina ça ha aty me majt muskujt, kjo pëlqen me bark. Ta bë bark unë kisha i pyetje që në përgjithësi të gjitha gratë dhe vajzat thonë, jo, nuk dua, por pastaj prap aty shkojnë. Por ka një gjë që unë në këndvështrimin tim, unë e shikoj që Mateo duhet jetë pak. Okej, ndërkohë që vazhdojnë flasin Monika me Arbin, të dim pak banorët në living. O, Ledion, ta bëj koment funit? Po, ta bësh, mund të vazhdojmë flasin. Për ato që ka thënë Miri. E ta di Miri që në Kosovë ka njerëz. Dua ta bësh komentin ndërkohë që Miri është në living, kështu që ta mbaroj Monika edhe po. Jo, unë mendoj këtë që Mateo duhet jetë pak më friendly në kuptimin të jetë më i afrueshëm me Brikenën. Vërtet ka frikë për arsye të gjithë rrethanave, por mbas 4 vjetëve sigurisht që nuk e dim nëse këto 4 vjet apo 3 vjet që nga momenti i ngjarjes deri këtu në Big Brother a ka tentuar Mateo për të lidhur me Brikenën apo jo, këtë nuk e dim. Por edhe sikur të mos ketë tentuar, edhe sikur çdo gjë të fillojë nga fillimi sot është e njëjta histori që Mateo duhet ta fillojë si në fillimet e saj që fillon. Okej, e qartë. Mateo, komenti për atë që tha Miri. Veç një sekond. Du m'ju përgjigj një sekond Monikës. Atëherë, tash për mendimin tim është vonë, se unë i thash që për momentin nuk du me pas as raport shoqëror. Kështu që tash unë nuk du që ma jep një gjë kur ja kërkoj. Atë gjën kam qef ma jep kur nuk ja kërkoj. Në momentin që ja kërkoj për mua nuk vlen. E qartë. Po. Mateo? Ta marrë vesh mirë që Kosovë ka njerëz me kulturë dhe me tradita dhe nuk është çështje muskujsh, është çështje respekti për familjen. Ta marrë vesh për ato komentet që ti nxjerr muskujt. Qartë, po ndërkohë. Ta jap dhe unë Ledion një koment? Po mo, nëse do. Po patjetër. Atje unë kam thënë që të rrofshin muskujt kur nuk e bën dot për vete këtë vajzë. Bravo, me muskujt e bën për vete femra ti. Po tani ti këto tregon këtu. Ku i ke pa? Ti vjen këtu dhe këto tregon ja bën kështu gjithkohës. Po, kaq. Okej, Me fjalë. Uluni. 2 palaço. Dua të marr edhe një koment të Juelës. Juela. Po, Ledion, atëherë, unë jam e afërt me të dy dhe raporti ka lind shumë natyrshëm me të dy. Dua të lidhem me faktin e... Nuk u duka shumë nga klipi. Shiko, strategjia do me thënë që Greta kishte mendu në fillim, ishte që me që Juela ti e afërt me Brikenën dhe je afërt edhe me Mateon, po të shikoj atëherë mund t'ishte një mundësi që pak mund fusje, pak gjelozi kështu gjashtë. Dhe unë i kam thënë, Greta, nuk është për mu kjo gjë, sepse unë me Brikenën kam një raport shumë të mirë dhe kur nuk doja bëja një gjë t'tillë për lojë, dhe unë me Mateon kam një afrimitet shumë miqësor. Kështu që unë përkundrazi mund t'jem një person që edhe mund t'i afroj akoma më shumë. Pra dua ta kuptoj dhe nga ana Brikenës dhe nga ana Mateos. Po pse thoj vazhdimisht që ti mund t'jesh i fortë dhe vetëm? Si? Se ma thoje, ti mund t'jesh i fortë dhe vetëm. Po sepse Brikena thote unë nuk kam pëlqim. Se nuk thoje që ka ardhur Greta, ka ndëry, ka bë. Po nuk ishte nevojshme, Mateo. Po si s'pas ka qenë nevojshme kur i person do të futet mes. Në që unë kam qenë e parë që i kam thënë Brikenës, ti duhet marrësh kohën tane, edhe të kam thënë dhe ty duhet marrësh kohën tane. Por mendoj, Ledion, që Brikena është një vajzë që los ndoshta edhe pak me psikologjinë inverse. Do me thënë thot, unë do doja më shumë që ai djalë të ma bën ta gjë kur unë nuk ja kërkoj atë gjë. Pra dua të jem e kortegjuar nga ai djalë dhe të ma demonstroje çdo ditë me hapa shumë të vegjël që unë i pëlqej. Mateo, a ndihesh i tratuar nga Juela? Po, përderisa pash klipin edhe bisedimet që ka bërë me Gretën. A mendon se Juela e ka bërë të gjithën këtë natyrisht iniciuar nga Greta, po për të faktorizuar, për të qenë në qendër të vëmendjes? Thash, unë Juelën e kam trajtuar si shoqe, i kam dhënë dhe shumë këshilla, e kam marrë dhe shumë afër, po çështja është që këtu në fund ditës nuk di se kujt i beson realisht. Mateo e ke shumë gabim. E di pse Ledion, kur ndodhi takimi me Brikenën dhe mamin e saj, unë e pash Mateon shumë prekur në atë moment. Emotivisht. Dhe e pash edhe mendova, mu duke drejt njerëzore që unë t'i thoja, edhe ta shtyja t'i thoja, shiko Mateo, sipas te është e drejt që ti ndoshta ti kërkosh ndjes publikisht familjes Brikenës për këtë gjë sepse mund t'afroje edhe më shumë me Brikenën.
Dhe ky më tha, "Okej, Juela, okej, thash, tani sipas me është momenti që mami saj po e përshëndet dhe Ledioni po i kërkon që mami të largohet." Ledion duke ec. Po, Mateo nuk e pranoi këtë. Dhe Juela ma ka dhënë shtysën. Po. Unë kam qenë duke shku dhe Juela më tha, "Ky është momenti." Dhe unë i thash, "Po." Ky është momenti. Po duke pa klipin, Juela, duke pa klipin ma thuj ti ç'të menoj unë kur ti bën mohabet me Gretën. Kur Greta vjen thot mu, ti i shgënjim nga Brikena, edhe shoh që ti bën mohabet me Gretën. Një synim xhelozie, kjo gjë nuk kam ndodhur, për të nuk e kam vepruar. Se çfarë kanë këto dy njerëzit? Bravo, po. Greta, atë të pyes, a ka një qëllim tëndin për të larguar Mateo nga Brikena? Jo, Duke bërë absolutisht. televizë me Juelën? Absolutisht, se këto nuk janë një çift bashkë. Vetëm për të parë se si do reagonin, sepse duke ndëtur Juela më shumë me Mateon, do doja të shikoja reagimin e të gjithëve, jo vetëm të Brikenës, sa kupton, sepse do fliste dhe do doja të shikoja reagimin, ishte thjesht një provokim. Edhe me që e kanë konsideruar të dy të afërt Juelën, unë i thash, e vetëmja person që mund ta bëjë ti. Okej. Dhe meqense jemi tek, jo Juela e mbyllëm. Meqense jemi tek Greta, duhet të flasim pak tani për raportin që Greta ka me një tjetër banore të asaj shtëpisë, e cila është njëkohësisht edhe kunata e saj ose motra e të dashurit, le të themi kështu. Po flasim për Gretën dhe Selin, një raport i cili duket se nuk është ai që njerëzit mund të kenë pritshmërinë për të qenë një raport i dy kunatave, i dy pjesëtarëve të një familje. Greta ka qenë shumë stoike në qëndrimin e saj për të luajtur lojën si do donte ajo, por fërkimet mes të dyjave, sidomos në javën e fundit, kanë qenë të shumta dhe komentet për njëra tjetrën janë vërtet të çuditshme kur merr parasysh se çfarë lidhje kanë ato me njëra tjetrën. Shohim klipin dhe e komentojmë.